nderuar mësimdhënës, sot do të njihemi me video udhëzuesin e radhës të Edwinës dhe tema e sotit është metodat dhe teknikat e notimit gjatë mësimit distancë, si dhe veglat digjitale dhe notimi hibrid. Cilët janë pjesët e përmbajtjes së sotit, të kësaj videoje? Do të thotë, kemi metoda dhe teknika të ndryshme për notimin distancë, do të njihemi me mësimin hibrid, çka është mësimi hibrid, pastaj do të shohim se çka është notimi hibrid në kohë pandemie dhe si realizohet notimi hibrid. Do të shikojmë për veglat për notim hibrid formativ dhe sumativ. Pastaj do të kemi praktika të mira për metoda dhe teknika të ndryshme për notim gjatë mësimit në distancë, si dhe praktika të mira për notimin hibrid, i cili pak është një lloj i notimit i veçantë. E tani të shikojmë se cilët janë qëllimet e këtij video udhëzuesi. Qëllimet e këtij video udhëzuesi janë të ofrojnë metoda dhe teknika të ndryshme për notim në distancë për mësimdhënësit, të cilëve do t'u lehtësojnë mënyrën e vlerësimit në këtë kohë pandemie. Po, si do të realizohet ky lloj vlerësimi, me cilat metoda dhe teknika? Do t'ju përmendim një numër më të konsideruar të mënyrave, por të gjitha nuk në pamundësi të kohës nuk do të mundemi që t'i sqarojmë të gjitha, por një pjesë mjaft të mirë do t'i sqarojmë. Cilët janë ata? Testet objektive me përgjigje të ofruara, do të thotë kemi testet të cilat përgjigjet i jepen dhe ato alternativat se me sa dëshirim ne t'i përpilojmë, teste me përgjigje të shkurtra, pyetje ese, diskutime, studime të rastit, aktivitete shfaqëse, pastaj portfolion elektronike, të cilën do ta shikojmë edhe si praktikë të mirë të ta demonstrojmë, revistat ilustruara të nxënësve, hulumtimet, projektet, prezantime, lojra online e të tjera. Pastaj kemi njohja me mësimin hibrid dhe notimin hibrid, të shohim se çfarë është dallimi njërës dhe tjetrës, praktika të mira për metodat dhe teknikat e ndryshme për notim gjatë mësimit në distancë, si dhe praktika të mira për notimin hibrid. E tani, si për fillim të njihemi me testet objektive. Të nderuar mësimdhënës, ne realizojmë teste të ndryshme, edhe si teste objektive, më tepër që përdorim në kohë pandemie janë ato të cilët i realizojmë nëpërmjet të elektronike, nëpërmjet të tipeve të cilat janë me përgjigje të ofruara. Cilat janë përgjigjet e ofruara? Janë ato të cilat ne mundësojmë nxënësit të zgjedhë një me mundësi ku janë 3, 4 e kështu me radhë. Pastaj kemi teste objektive me përgjigje të shkurta, ku nxënësi duhet të përgjigjet vetëm me një fjalë, numër e kështu me radhë. Pikërisht ne si mësimdhënës duhet të jemi të kujdesshëm te testet objektive me përgjigje të shkurta, që t'u jepet nxënësve mundësi që edhe nëse gabon një shenjë piksimi, ose diçka tjetër, ose një hapësirë zbrastir të lënë, që t'i merret përgjigja e saktë. Pastaj kemi pyetjet e ese, të cilat mund të realizohen me vegla digjitale të ndryshme edhe në mënyra të ndryshme, qoftë do të thotë me prezencë fizike ose online. Diskutimet janë një mundësi, do të thotë një metodë e mirë për të bërë vlerësimin formativ të nxënësve. Edhe si mund të jenë diskutimet, si mund të realizohen diskutimet ndërmjet nxënësve, mësimdhënësit, nxënësit e kështu me radhë. Mund të jenë diskutime audio, të cilat mund të zhvillohen në mënyra të ndryshme, mund të jenë vizuele, ku do të thotë të jetë diskutim ku do të munden mësimdhënësit dhe nxënësit të shikohen njëri tjetrin e kështu me radhë, ose nxënësit njëri tjetrin në grupe e kështu me radhë. Pastaj kemi me shkrim, do të thotë diskutimet që bën temën e chat në public ose privat. Do të thotë janë mundësi edhe njëra edhe tjetra ku diskutimet nxënësit mund t'i përdorin për bashkëpunim të ndërsjellë me nxënësit ose për të dhënë informat kthyese mësimdhënësit. Pikërisht vlerësimi formativ është ai i cili i merr në konsiderat këta informata kthyese, siç janë diskutimet të natyrës audio, vizuel dhe me shkrim.
E tani, studimet e rastit dhe zgjidhja e problemeve. Kërkesat për një mësim më kualitativ, ku të vinë shprehje të menduarit kritik, bëhen nëpërmjet të studimit të rasteve si dhe zgjidhjet e problemeve. Ku problemet e parashtruara mundësojnë që nxënësit të shprehin aftësitë dhe shkatësitë e veta në nivel më të lartë, duke parashtruar pyetje të ndryshme për të zgjidhur problemet, kush, si, çfarë, pse, kur, ku e kështu me radhë. Do thotë kjo jep një mundësi që nxënësit të merret mendimi kritik dhe të menduarit pak më ndryshe, ku këndvështrimi dhe perspektivat e tyre japin një mundësi që ne të mundemi t'i vlerësojmë për nivelet e të menduarit kognitiv më të lartë. Po cilët janë veglat të ndryshme elektronike? Ne do të shikojmë dhe ju një pjesë e juaj mjaft e mirë, përdor mjaft vegla të ndryshme elektronike për zgjidhjen e problemeve të ndryshme në lëndë mësimore të ndryshme, ose për studimet e rastit. Këta janë mundësi mjaft të mira dhe teknika si dhe metoda me të cilat ne mund të bëjmë notim më objektiv të nxënësit për të nxjerrë një notë sumative e cila do të jetë e realt. Vlerësimi formativ i gjitha fazave. Pra, te studimet e rastit dhe zgjidhja e problemeve, na jepet mundësi që në të gjitha fazat qoftë një ulumtimi ose hapat për të zgjidhur fazat një problem, lëndë të çfarëdoshme, na jep që të bëjmë vlerësim formativ në faza ku jepet mundësi nxënësit që t'i shpreh mundësitë e veta dhe kualitetet me kompetenca adekuate për secilën fazë. Se siç e dimë, të gjithë nxënësit nuk i kanë kompetenca dhe shkatësitë për të gjitha situatat për zgjidhjen e problemeve të ndryshme nga jeta reale. E tani të shikojmë se çka është mësimi hibrid. Të nderuar mësimdhënës, shpesh po e dëgjojmë në kohët e fundit se në kohët e pandemisë mundësitë për mësimin hibrid dhe ka mjaft shkolla të cilat vetëm po realizojnë mësim hibrid i cili është një sintezë themi ku mësimi zhvillohet pjesërisht online dhe pjesërisht me prezencë fizike. Do thotë për aktivitete të ndryshme për të realizuar. Po, çfarë ngërthen ky lloj mësimi? Aktivitetet të cilat mund të zhvillohen online ose aktivitetet që zhvillohen në klasë. Kryekëput kanë të bëjnë më tepër për vlerësimet, ku e dim ne edhe sipas udhëzuesit që veç po e praktikojmë për vlerësimin e nxënësve, jepet mundësia që vlerësimi të bëhet online edhe vlerësimi të bëhet me prezencë fizike duke i respektuar protokollet për ruajtjen e shëndetit të gjithë pjesëmarrësve në procesin mësimor. Mësimi hibrid pra është mësim ku një pjesë e aktivitetit realizohen, do thotë mësim online themi, pjesa tjetër me prezencë fizike, themi atë fytyrë në fytyrë, do thotë në prezencë fizike, dhe kombinimi i këtij, sinteza e këtij quhet një mësim hibrid. Do thotë përzihet blendet. E tani, të shohim se çfarë ngërthem vlerësimi hibrid. Ai ishte me mësimin hibrid. U njofton tani të shohim se çfarë është vlerësimi hibrid. Vlerësimi hibrid është vlerësim pjesërisht është online dhe pjesërisht është me prezencë fizike. Nuk mund të themi se njëra pjesë ose pjesa tjetra është më e fuqishme, më e fortë, më e shprehur e kështu me radhë. Këta të dy mundësitë ne po mundohemi të realizojmë për të patur një kualitet në procesin mësimor të vlerësimit më objektiv. Ja, pra, do të thotë vlerësimi online, ku mësimdhënësit parashtrojnë pyetje të ndryshme, do të thotë nxënësve, janë anët pozitive, ku komunikimi i ndërsjellë është dhe bashkëpunimi është mjaft kualitativ, po ka situate, ka edhe anët negative, ku mbikëqyrja dhe kontrolli gjithësisht i aktiviteteve për vlerësim, mësimdhënësi nuk mund ta kontrollon si gjithmonë si shifet në këtë rastin konkret. Dhe do të thotë pjesa tjetër me prezencë fizike ku nxënësit dhe mësimdhënësit realizojnë një pjesë të aktiviteteve për vlerësim në klasë. Po shikoni pra në gjitha rastet duke i respektuar protokollet të cilat kanë të bëjnë për ruajtjen e shëndetit. Pra shihni, në rasti i këtill jep një mundësi që ne të njihemi me vlerësimin hibrid, i cili ka të bëjë pjesërisht vlerësim online dhe pjesërisht me prezencë fizike. E tani,
Cilat aktivitete, tham, ishin me pjesërisht online, aktivitetet të cilat na mundësojnë një notim formativ, i cili është i natyrës të vlerësohen aktivitetet në momente reale, atë që i realizon nxënësi aktivitetet që themi konkrete në procesin mësimor, edhe të atilla kundërthejnë edhe aktivitete sumative. Do të thotë kemi edhe aktivitete për vlerësimin formativ, notim, por në pjesërisht online vlerësimi ngërthen edhe notimin sumativ, të cilat janë aktivitetet që në veç ne po i përdorim duke realizuar testime të ndryshme, kvize e kështu me radhë. Po vlerësimi pjesërisht me prezencë fizike në klasë realizohet në mënyrë të tillë që mësimdhënësi ka mundësi që vlerësimin formativ ta realizon duke dhënë dhe marrëgjithsisht informata kthyese gojore ose me shkrim. Do thotë të ti mundësit janë. Po, kjo është një rast ku jepen informatat kthyese gojore, mundësi në prezencë fizike ku me vlerësimin online kjo mundësi nuk është e dhënë. Pra edhe në rast me prezencë fizike, notimi sumativ bëhet nëpërmjet në këtë rast të realizimit të testeve, ku prezenca e nxënësve është në hapësirat shkollore, gjithsesi në klasë. Por aktivitetet me prezencë fizike për notim sumativ mund të japin të realizojnë edhe aktivitete shtesë për këtë notim. Do thotë, mund të bëhen aktivitete për t'i themi dhënë një dëshmi më të fortë për notën të jetë sa më objektive. E tani, të metodat e vlerësimit hibrid, qoftë ai që realizohet online ose me prezencë fizike, këto janë ato aktivitetet të cilat janë të përbashkëta, do thotë paraqesin aktivitetet të cilat janë, themi, nuk janë të përvetësuar nga njëra ose tjetra, por janë përgjigjet gojore në pyetjet e parashtruara që realizohen edhe në mësimin online, vlerësimin online ose me prezencë fizike, bisedat me nxënësit gjithashtu, aktivitetet praktike të cilat janë më kualitative në me prezencë fizike, se të tilla aktivitetet praktike vështirë mund të realizohen gjithsesi edhe të mbikëqyren edhe të vlerësohen nga mësimi online, prezentimet gojore të cilat mund të jenë edhe në mësimin online me prezencë fizike, detyrat projektuese, demonstrimet e ndryshme, për lëndët bie fjalët që janë të shkatësisë dhe të artit, detyrat të shtëpisë, eset e ndryshme që mund të realizohen edhe online edhe me prezencë fizike, portfolio, dosjet me punime të nxënësit që i kemi, si dhe testet, kuizet, fletat e punës, edhe shumë do të thotë instrumente tjera të cilat na mundsojnë një vlerësim online ose me prezencë fizike që ne do ta quajmë dhe e quajmë si vlerësim hibrid. E tani të shikojmë për cilat janë metodat e vlerësimit formativ qoftë në mësimin temi hibrid, vlerësimin hibrid. Vlerësimi i prezantimeve dhe punimeve të ndryshme, do thotë vlerësim formativ është ku japim informata kthyese gojore qoftë me shkrim për të arritur atë nxënësit për aktivitetet e ndryshme për një kohë të caktuar, themi brenda orës mësimore që realizohet qoftë online ose me prezencë fizike. Vlerësimi i të menduarit kritik dhe zgjidhjes së problemeve, do thotë pakës një kërkesë të nivelit më të lartë për vlerësimin formativ të nxënësit, si dhe vlerësimi i kërkesave atë që e përmendim të nivelit më të lartë që mundoson që nxënësit të zhvillojnë menduarit kritik dhe zgjidhjen e problemeve, dhe ky lloj vlerësimi sipas taksonomisë së Bloomit jep mundësi që te vlerësimi sumativ, te nota sumative, nxënësit të marrin, do thotë, atë notë të nivelit më të lartë. Pra, dhënia e informatave kthyese gojore dhe me shkrim do të na mundëson që të bëjmë një vlerësim formativ i cili do të mundëson nxjerrjen e notës objektive sumative. E tani, si metoda për vlerësim hibrid, do thotë janë edhe informatat kthyese gojore dhe informatat me shkrim, të cilat jepen të vlerësimi hibrid, qoftë ai i cili realizohet me prezencë fizike ose online. Ja pra cilat janë ato informatat kthyese gojore zakonisht që jepen ose me shkrim me prezencë fizike, edhe informatat, do thotë informatat kthyese te mësimi online që jepen, edhe vlerësimi i të njëjtave, mënyra se si bëhet. Tani, ku janë ato anët pozitive dhe ku është kualiteti më i lartë,
varet prej aktiviteteve të cilat realizohen, por mbi të gjitha metodat e vlerësimit formativ në mësimin hibrid janë mjaft një faktor që ndikojnë në kualitetin e vlerësimit. E tani, cilat janë metodat tjera për të vlerësuar aktivitetet e nxënësve? Kemi aktivitetet shfaqjese, të cilat ndoshta është më vështirë të realizohen në mësimin online, se prezenca fizike mundson një vlerësim pak më ndryshe, dhe këto kanë të bëjnë me aktivitete të cilat janë me lëndët e shkathësisë, të cilat janë si arsimi fizik, pa arsimi figurativ, arsimi muzikor e kështu me radhë. Pikërisht ku nxënësi duhet të demonstron kreativitetin e tij, kohën e kufizuar e ka për të realizuar ndonjë kërkesë e kështu me radhë, nivele të ndryshme të menduarit kritik, kognitiv dhe të menduarit kritik e kështu me radhë. Pikërisht këto janë ato aktivitetet shfaqjese ku me këta aktivitetet shfaqjese, ne, si mësimdhënës, masim të arriturat me të zgjeruara të mësuarit të cilat nuk mund të maten në mënyrë tjetër, pastaj nxisin zhvillim të shkathësive të më të zgjeruara kognitive dhe psikomotorike, sigurojnë notim të procesit, procedurës si dhe produktin e rezultatit, do thotë aktivitetet shfaqjese. Ka fazat të vlerësimit formativ bëhen gjatë tërë procesit edhe pastaj produktit final. Si të integrojnë diturit e reja me të vjetrët, pra shfaqet një korelacion. Pra si notohen? Notimi bëhet, pra si pas efektivitetit të procesit, do thotë gjatë tërë procesit të zhvillimit të aktivitetit, ose realizimit të aktivitetit, si dhe kualitetin e produktit. Produkti që është rezultati i aktivitetit të realizuar. E tani, shohim të gjitha të dhëna, këto informatat që i grumbullojmë nga notimi, temi vlerësimi formativ, për të nxjerrë notën sumative, ne patjetër këta të dhëna i grumbullojmë. Ju të nderuar mësimdhënës, keni mënyra të ndryshme për t'i grumbulluar këto informata. Pjesa, po, mundësit janë që t'i kemi portfolio tona të cilët i ruajmë në fletore të ndryshme, i ruajmë të dhënat në ambiente të ndryshme e kështu me radhë, mirë po portfoliot elektronike në këtë kohë pandemia na mundsojnë që të gjitha të dhënat i kemi në një vend dhe mund të nxjerrim pastaj notën sumative. E tani, kemi portfolio elektronike të cilën është e arsimtarit, edhe ku arsimtari ka të vendosur të gjitha programet mësimore, planet e ndryshme, prezantimet, statistikat e ndryshme, fletat evidentuese, udhëzues të ndryshëm, fleta pune, librat elektronik, teste, linqe, video të ndryshme, dorasake, kështu me radhë. Pra, kjo është ajo portfolio e arsimtarit. Përveç portfolios arsimtarit, kemi edhe portfolion e nxënësit, të cilën vegla në OneNote, e cila gjendet në temin Office 365 dhe në platformën nacionale për mësim distancë, të cilat ne do t'i shikojmë edhe praktikisht, të bëjmë një demonstrim të shkurt, mundësojnë që të krijojmë portfolio edhe për nxënësin. Pra, ku do t'i kemi të dhënat, të gjithë në një vend, portfolio e nxënësit me detyra shtëpie, kuize, fleta pune, teste, projekte, hulumtime, informata aktivese, vlerësime e kështu me radhë. Të gjitha këto të dhëna ruhen nxënësi dhe ka privatësi shumë të madhe, ku këta mbikëqyrje ka vetëm mësimdhënësi dhe nxënësi, dhe komunikimi është i ndërsjellët, ku nxënësit tjerë nuk kanë mundësi që të shikojnë këtë lloj komunikimi dhe vlerësimi në portfoliot e nxënësve të tjerë, shokëve të tjerë. Tani, të shikojmë se detyrat e shtëpisë, kuizet, fletat e punës, atë që i përmendëm krejt, si do të duken në një vegël digjitale, temi që kemi ne në OneNote Class Notebook. Kjo është ajo pamja ku e kemi portfolion këtu elektronike të mësimdhënësit edhe të nxënësit, ku krejt këta të dhëna ruhen në formë digjitale dhe qasja është në kohë reale dhe të gjitha të dhënat janë të sinkronizuara dhe ruhen në cloud. Do thotë janë sigurt për t'i ruajtur mësimdhënësi. Pra, tani të shikojmë se vegla digjitale dhe notimi si ruhen dhe cilat vegla i përdorim dhe si janë mundësia t'i krijojmë ata. Në OneNote Class Notebook do të thotë krijojmë klasët, ekzistojnë videot udhëzuesit të cilët tregojnë
mënyrën se si krijohen këto klasët, do thotë ne edhe në webinarët e Duino veç më është përmendur mënyra se si krijohet, prandaj nuk na jepet mundësia e kohës që ti sqarojmë mënyrën se si krijohen. Krijohen klasat me radhë, janë shembull klasa 9A1, 9A2, 9A3 kështu me radhë. Futen nxënësit krejt me radhë, cilët janë, dhe formohen portfoliot e secilit nxënës veç e veç, ku mund formohen më tepër portfolio nxënësit për afate, dhe fjalë periudha të caktuara kohore kështu me radhë, ku kyçen gjitha aktivitetet të cilat i realizon nxënësi dhe ruhen për të vlerësuar. E tani të shikojmë praktikat pozitive me demonstrim praktik, të cilat do të na mundësojnë që të shikojmë se si një portfolio elektronike na mundëson që të nxjerrim notën, themin e atë që dëshirojmë sumative. Pikërisht ja këtu mundësia është që të kyçemi në OneNote Plus Notebook, në Office 365, pra kemi mundësinë duke klikuar në OneNote, ose në platformën nacionale, ku e kemi OneNote Notebookun, ku do të kyçemi, do të thotë veç në pjesët që veç i kemi krijuar. Ja, pra këtu i kemi një pjesë, klasa 9A3, që për hir të kohës që të shikojmë se çfarë mbërthen një portfolio e nxënësve. Kjo është ajo portfolio ku janë të vendosura materialet e të gjithë nxënësve. Ja, pra, portfolio elektronike e mësimdhënësit ku për nxënësit i ruan detyrat e shtëpisë, fletët e punës, prezantimet, hulumtimet e ndryshme, vlerësimin, evidencën, dëshmit, materialet tjera, informata aktives e kështu me radhë. Ja, këtu janë edhe të nxënësit krejt, ne do të marrim një shembull, ja, një nxënëse, për të ruajtur pak edhe privatësinë e tjerëve. Tash, çfarë kemi të nxënësit? Paraqiten, do të thotë nxënësit. Detyra shtëpia, ja, portfolio e nxënësit. Detyrat e shtëpisë për gjitha kohët e caktuara janë këtu. Këtu i kemi testet, ja, pra portfolio elektronike e nxënësit. Detyrat e shtëpisë në kohë të caktuara, krejt detyrat e shtëpisë, informata të caktuara për detyrat e shtëpisë. Këtu pra si shikoni i kemi gjitha me data, ku nxënësi vendos detyrat e shtëpisë me datat, edhe ka mundësi t'i vendos në format të ndryshme, do thotë detyrat e shtëpisë e kështu me radhë. Pra shife krejt janë ruhen të dhëna. Testet e nxënësve te portfolio i kemi sipas datave kështu me radhë. Ja, një test i realizuar në këtë datë, tani duhet pritet pak derisa të bëhet sinkronizimi online, po krejt këtu dalin testet e nxënësit. Po. Pastaj kemi, si shikoni, projektet e nxënësve, krejt projektet këtu, prezantimet, e kështu me radhë, si shikohet. Pra, ja pra atë që përmendëm, te testi i nxënësit, dhe mundësit tjera tani, krejt janë. Kjo është ajo portfolio elektronike të cilat na e mundëson neve që të gjithë të dhënat e nxënësit t'i kemi në një vend dhe të nxjerrim notën në fund formative. Të nderuar mësimdhënës, mendoj se krejt nga këto praktika që i pam pozitive dhe demonstrimit, mendoj se mbetet të kënaqur me një video udhëzues të këtillë Arduino dhe shpresojmë se këto praktika do të mundeni ju t'i zbatoni dhe t'i praktikoni në përditshmërinë tuaj, që të rritim kualitetin e procesit mësimor dhe metodat e vlerësimit objektiv, qoftë ai formativ apo sumativ, të mësimit hibrid me një vlerësim hibrid. Ju falenderit dhe do të dëgjohemi në videot e radhës.